Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 25, data 25 prill, ku kemi të bëjmë me Afroditën, shenjën e binjakëve. Afrodita e dim që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me paran, ka të bëjnë me dashurinë. Duke se në këtë shenjë, në shenjën e komunikimit, energjia dhe ndryshimi më i madh që do të thotë në komunikimin e na bën më të lehtë. Ajo që do të thotë mënyrën dhe mundësinë që ka të bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhje me kontaktet, lidhje me promovime, komunikime dhe shumë gjëra të tjera. Hëna që ndikohet jashtë mase dhe kuptimi dhe ndryshimi i madh që ka të bëjnë me anën e paras, kanë të bëjnë me takime dhe bisedime të rëndësishme dhe jo vetëm. Për sa përket shenjave që ndikohen shumë, janë shenjat e ajrit, siç janë binjakët, janë shpeshorja dhe ujorët. Të 10 diqit parë dhe të 10 diqit të tretë kanë ndikime shumë të mira në këtë drejtim. Tani, para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrodoku.al, faqja e rrotës shkon atje në lidhje me parashikimin që dëshironi, duke zgjedhur parashikimin tuaj dhe më pas shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe flasim bashkë në WhatsApp apo Viber. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, pra në pyetje përgjigje çdo të mërkur, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe shikoni, jeni gati pastaj për të dërguar